Kompania Sigal Insurance Group, e njohur për portofolin më të madh dhe më të diversifikuar të sigurimeve në rajon, ka shmangur këtë vit varësi nga sigurimet e detyrueshme, duke u zgjeruar me sukses në sigurimet e jetës, shëndetit, pensioneve private, marinës, pronës, bizneseve, agrobujqësisë dhe përgjegjësive të ndryshme profesionale. Në prag të mbylljes së vitit, Sigal Insurance Group konfirmon rolin e saj si kompania që paguan më shumë dëme në rajon, duke konsideruar procesin e kompensimit jo vetëm teknik, por edhe një mision social për kthimin e njerëzve dhe bizneseve në normalitet financiar. Gjatë vitit 2025, kompania ka paguar mbi 43.1 milion euro dëme, duke ndihmuar më shumë se 40.000 të dëmtuar. Në Shqipëri, Sigal paguan 1 në 4 dëme të tregut, përfshirë gjysmën e dëmeve të jetës. Në Kosovë mbulon 1 në 3 dëme të jetës dhe rreth 15% të dëmeve të jo jetës, në një treg me 13 kompani operuese. Në Maqedoninë e Veriut, dëmet e paguara arrin në 14.2 milion euro. Me këtë performancë, Sigal Insurance Group dëshmon fuqinë e saj financiare dhe besueshmëri në treg, ndërsa synon që vitin e ardhshëm të jetë edhe më pranë qytetarëve, me oferta më të personalizuara, më të diversifikuara dhe më të aksesueshme financiarisht për një numër edhe më të madh qytetarësh.